pak mu shty, mu përla, nashta na i boks po me përfundu din vrasja. Te nas shqiptar, nuk e di nëse ka ndonjë statistikë se jo, a ka ma shumë krime që kryen në nathek, që aty për aty se jena popull impulsiv, a ka ma shumë krime që kryen në formë planifikume? Më të drejtën nuk kena bo një analizë të tillë. Me qatë kara me pa ty? Po, në fakt ka shumë. Aj, që të regon që jena popull të qakën zetë. Te bre prof, pse ka qakën zetë? Do të thonë, hajde, okej, qakën zetë, nashta pak mu shty, mu përla, nashta na i boks po me përfundu din vrasja. Ndoshta jeta, krizat e ndryshme, qoftë emocionale, qoftë ekonomike, njerëzit e shtimi me do të ndryshe, duke ashtuar asaj që ne kemi kalu një luftë, pastaj të gjithë kemi kalu për luftë edhe sindroma stresit post-traumatik. Njerëzit janë të ngarkuar. Dhe është edhe problemet e ditëve të sodit, të gjitha këto pastaj ndikojnë në rritjen e impulsivitetit tek njerëzit. Do të thonë, prap po mrina që edhe shkencërisht me një farë formë e vërtetuar që shqiptarët janë popull impulsiv. Janë.